Të dashur delegatë dhe delegatë, të ftuar, të pranishëm në këtë kuvend, secili nga ne në këtë moment në mënyrë eksklamative mund të shtroj pyetjen: çfarë rrugtimi, çfarë marathone jashtëzakonshme e marathonomagëve si ju? Më kujtohet sot kur hodhem hapat e parë në këtë mision 5 vite më parë në kuvendin kombëtar të 21-shit, kur i themeluam Partinë Demokratike. Unë e dija mirë se na priste se kishim një rrugë të vështirë, na pristin betejë të egra. Unë ja mirë narkoshtetin që ishte instaluar në Shqipëri, por miq, në karrierën time politike dhe në jetë kam bërë gabime. Kam patur një avantazh të madh. Nga vitet e rinisë gjersot, gjithnjë kam ruajtur të pa prekur bindjen se jashtë teorisë gabimit kërkush nuk del. Ndaj dhe gjithnjë jam përpjek t'i korrigjoj ato. Por duhet t'u them sot se në një gjë nuk kam gabuar kurrë. Dhe ajo çka unë nuk kam gabuar kurrë, nuk kam gabuar në besimin ndaj jush. Jo. Nuk kam vendosur kurrë në jetën time në dyshimin më të vogël. Besimin tek ju, karakterin tuaj të fortë, idealet tuaja, vendosmërinë tuaj, përkushtimin tuaj. Ndaj dhe nisëm së bashku një udhëtim të vështirë në një moment kritik. Pasi dekada kishim bërë shumë përpjekje për të forcuar pluralizmin, për të konsoliduar demokracinë, kishim dha arritjet tona të mëdha, të pamohueshme. Erdhi një moment kur Edi Rama vendosi si moral, si platformë të regjimit ti, moralin dhe platformën e etërve të ti xhelat. Ndërmori sulmin për asgjësimin e Partisë Demokratike, për shtrimin e saj në pozitë fasad, për blerjen e saj. For gaboj. Nuk është për treg kjo parti. Kjo parti është për moral. Kjo parti është për ideale, kjo parti është për vlera. As nuk blihet, as nuk shitet, as nuk mposhtet kurrë. Ndaj dhe u ngritëm. U ngritëm në një kohë kur dukej se edhe tokën, edhe qiellin e kishim kundër nesh. Po u ngritëm në atë kohë sepse ishim
të pathyeshëm në besimin ton tek e vërteta. U ngritëm, na imponuan, jo se deshëm, por midis të gjithave ne zgjodhëm të mbrojmë të vërtetën. Ndaj dhe ju uli sot këtu krenar, ju dhe çdo demokrat, krenar, sepse vini në këtë sallë dhe kudo që jeni, gardian të pluralizmit politik në Shqipëri, gardian të sovranitetit kopik shqiptar, gardian të pamposhtur të vlerave, të lirisë, të dignitetit njerëzor.